Selamu alaikum të dashur, mirë se po takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, si çdo të ejtë se po takohemi duke filluar nga ora 21. Jemi çdo emision Rruga e Ndriçuar me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar, përveç pranë ekranit të RTI-s mund ta ndiqni edhe në kanalet YouTube dhe Facebook, kanalet personale të hoxhës së nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, selamu alaikum. Aleikum selam. Duke mirë se ardhje, edhe sonte si çdo emision, po e filloj me pyetjen të cilët e kemi lënë emisionin e kaluam nga vëllai jon ish boksieri Hilmi Hyseni. E kemi prej telefonuesve që është prezantu, i kemi premtuar që pyetjen do ta lexojmë në emisionin e radhës, pra thot sa është e rëndë detyra e hoxhës. Kjo besoj që është një temë e gjatë, po Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, salavat dhe selam pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, familjes së tij dhe të gjithë atyre të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e atij burrit të madh derisa të kësaj dite, ata të cilët vijnë pas ne deri në kiamet. Pastaj se përket pyetjes sa është e rëndë me qenë hoxh, është më rëndë se me qenë bokser. Është më rëndë se sa me qenë bokser. Kjo i bie pak se me qenë humor, shaka, po në fakt që ashtu është. Në fakt të realitet. Misioni hoxh është shumë i rëndë. Në veçanti, nëse jeni një vend, sikur se ne këtu në Kosovë, ku hoxha ka shumë profesione, shumë punë do t'i kryej, të cilat nuk janë të gjitha profesioni ngushtë i tina, por dohet t'i kryej. Hoxhat të këni në Kosovë dhe ngjajshëm shtetet tjera ngjajshëm me Kosovën, është mësues i fesë. Dhe kjo i mjafton sa të dush. Sepse është në farë mënyrë në nënshkrues, për nënshkru në emën të Zotit, të rob të Zotit, ku t'ja fetfa, miftiju. E mësën fejnë e Zotit, ku jep fetfa njerëzve, mifti. Të qenurit mifti është shumë më rëndë se sa të qenurit thjesht hoqë. Të qenurit mifti janë edhe dy profesione më të rënda se sa mifti, veç dy, kadi dhe prisi i muslimanëve, kryetari i shtetit, i cili ka në qafë krejt militin. Madje edhe hajvanët e tyre kanë qafaj. Kanë me hëngra, s'kanë me hëngra, për të tërtojnë, s'për të tërtojnë. Edhe hajvanët. Edhe për ta ku me pytë. Aja ka mas rëndë. Tani ka kadia, sepse vendimet e kadis do të ekzekutohen. Edhe një gabim i vogël, një shkujdesje, një ngoti, një pakujdesje, një ndikim nga ndokush tjetër, e qëtë drejtësim për i binareve. Dhe bën zëllum njerëzve. Drejtësia është vështirë me nda drejtësi. Për ata kur prijet gjykatësa mos i lakmo. Këtë
ta them ty në katër sy, por edhe këtë ata që pranë dëgjojnë. Gjykatësa, mos i lakmoni. Zotën pa dashme të vetë thashtë me gjatë, e fjale ngre fjalen, pa dashme folë për gjykatësat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë gjykatësat janë 3 lloje. 2 midis xhenami. Midis disit. Midis disit. Njëri janë xhenet. Andaj është mirë çdo gjykatës me këshirë vetën ku është mërana këti hadithi. Në cilën për këtyne 3 llojeve bën pjesë. Do të ditë më dhon vetit notën. Para se më dhon ditë kam vetë kush tjetër. Në kuptim figurativ gjykove vetën këtu para se më gjykuna herët dikush tjetër. Gjykatësi i cili nuk din, nuk e di drejtsinë. Edhe rëndëm gjykan shtrenjtë, midis xhenami. Gjykati i cili din drejtsinë, por ja mand shtrenjtës, midis xhenami. Dhe i treti, gjykati i cili din drejtsinë, edhe më shet që ke drejtësisë, le të kallën të naund. Këtë del flakën të naund. Haki është çështë vendime që kë. Kaq. Që kë shkan xhenet. Ata dhe tjertë midis xhenami. Pra, të qenërit hoxhë është mësues. Dhe vetë mësues. Por, mëfti. Të pyesin njerëzit. Të nuk jemi mëfti zyrtari i shtetit. Apo nivel të Republikës të shtetit, që kena mëftijun në ndëruara. Por jemi mëfti në lokalin tënë, apo lokacionin tënë, që me thanë lokacionin tënë, dhe që me thanë në vendin tënë, fshatin tënë, në rrethin tënë, gjematin tënë. Jemi mëfti. Pastaj, a mëfti është shumë rëndë. Nuk jemi mëfti vetëm për mesele që i kem mësuar në profesion tënë të ngushtë. Por të pyesin njerëzit për këtë fejnë, për krejt çka ka për fe. Madje të pyesin për dynja. Të shtin mja da drejtsinë mes tyne, e lunë rolin e gjykatësit. S'pojnë e vllaznia më marrë vesh, hajde ndan atë. O prish gruaja burrë, hajde pajton atë. Hoxhie. Ka ndodhur bela atje, hajde pajton atë. Ka ndodhur belaja. S'kan komo për shtet, tash vinë te hoxha. Hajtë të mëra data është këtë mesele. Për me pështu mësë të dërgjak hala ma shumë. Pastaj mësë flasëm për detyra tjera të cilat janë dytësore. Thirrën natën njerëzit, thirrën ditën, kanë nevoje, kanë hallë njerëzit e për çdo problem të vogël të madh drejtohen hoxhës. Dhe krejt kjo pa e cekur sfidat vështërësit me të cilë ballafaqohesh. Sepse zbohet harroje pa dal dikush që ti i pengon atina. E që mundohet në maksimum me të fy, me të shah, me të tull, me të nënçmu, me të poshtru para tjerëve, tjerë. Sfida. Praunda. Krejt kjo që e thash. Krejt kjo që e thash. Shtohet, 2 fishohet, 3 fishohet, 5 fishohet. Nëse i avë vetës detyrë me ndryshue shoqërinë për së miri. Pra, e fut vetën, e angazhon vetën për 24 orë, e 7 javë, 12 muaj vetë, ton jetën për me përhap vlera, me ndryshua shoqërinë për së miri. Andaj, detyrat janë të rënda, po edhe sfidat janë të rënda. Është profesion që e kam
zgjedhur me shumë dëshirë, por pa ditur dhe shëqëra zëtë se kom ditë. A di ka në herë për me krahëzu pak, fëmija bëjnë tërë më rritë, e në thejnë o zëtë shëqër që nuk e di këta, sa pa të lashe në qëta, sa në dvegjel, se me ka me dita, sa të lashe të gjëjta, kur të rritët, se na ty bënë lakmov shënive që na rritë. Dynjaja tanë, dynjaja s'le nërhat, edhe në shëqëra o zëtë se kom ditë, që është mision ka që randë, ka që vështirë, e besën të që nga njëherë, thëmë o Zotë jam, për krejta njerëz këto, nuk thëmë për njerëzit në Sirien, në Somalien, në Indien, në Kine, që s'kom takatën o ko burë, s'u ngarka Zotë, për është të mitë qëto, ma dishtë në qytetin tam qëto, qëtë pjesën e Kosovën, për është të pak Prishtinë qëto. Thëmë këta, për shumë katë të cilët i bëjnë, dhe në zavë vdekja, keq, kam frikë se nesër ditë kiametit, Allahu ka më kërku për i neve përgjithësi. E që e thimë Zotit? Se ku të qesë në anën tjetër, unë nuk e di që shflenë kretarë komunës, që është më rëgjumi. Cilin dhe kretarë komunës, nuk e di që shflenë i qetaj, kurse të ka e 100, asë 1000 probleme të ka në komunën e vetë. Ku prej tyni me 100 ramanin reqë. Sa do të vogla që është? Ndërë të përshalë punë e qeve. Që është mërë të gjumë i natën, kurse qytetarë të tutën natën me dalë me shku në punë. Tutën natën me arë për punën para me gjëzë herët për të retës. Pra, nuk ka siguri qytetarë jëtë, ati e përgjithës. Ujë s'ka me pi. E tjerë. Kështu që shëqërë se kemi ditë, andaj nuk i lakmoj. Dhe të thëmë, mës të lakmoj njerëzit, s'kanë që lakmojnë. Në këtë post, sash post, për këtë farë detyre, këtë shmethanë, këtë përgjithësi, sepse qenë ka shumë randë. Dhe krejt kjo, në këtë dynja dhe që është dërohet, e përbalohet. Herë tëthte, herë tamel, herë mesatare, herë kaljan këtë dynja. Herja veti gajrete, herë të eptikush gajrete. Po, qka i bëhet halit, kur dalim nesër para Zotit. E Allah thëtë o robija. Shamull mu? O robija. Të nëzora për loqit si bocit. Thera Allah që këllumria kaqa, ndjanë të rrugës, dheu smonice zezë, pasha Zotë një të rëshi më ra, pos keme qizme, Allahët një moftë e të bëjt qizme a ne që kaqë. Luga, të mora për atyt, që vërë me drezën Prishtinë. Unë nuk e kom ditë Prishtinën, unë nuk kom ditë ku a medresja në Prishtinë, kur kam marrë, më ka përru dikush, ka që ka thëtë që ke medresja në shku bashkë. Dhe se harët ditën e parë, dhe e rëtë vdes, ditë me shi, e të shumë pritën atje, e të shumë pritë të shpia kërë këtheva, se është mirë heqë, se është mirë, as babës, as vëllaut. Ta vëlla ka mësina në dëgjan, e baba ka shkuna heret të Zotë jam, se është mirë, se shkova, se bone e farë, mi e kone e farë. Ndaj zanë në profesin tjetër. Thëtë Zotë, robi jam, të morra të qova në Medinë, ndandin më të bukur në Rozullin të kësor, mas qabës, për në gjitë me qaba, afartë.
ku njerëzit paguajnë alamet pare, me shku në herë një jetë. E Allah më qej 50 cent. Dhe nuk më nëzorri mas fakultetit. Që shi nëzorri krejt tjertë jashtë, këthin të shpija. Po Zotë më thamu, ti ki me nejtë aty. Ki me nejtë hala. Dhe kryo magistraturën. Hala ki me nejtë rubija. Dhe kryo doktoraturën. Dhe tash këtheu, vendin tënë, ka përfundu lufta. Gjde send është rafsh për tokë. Armi ka shkatru që do gjë, 2000 nishe. Hala njerëzit në tejnë dojshën. Qa më vinë me najtë mund me din. Me ka rahat me gru me thmi, mileti hem, ignorancë, gjehel, po karallëk, s'ka mje, rëmuj, do të më këthin vatan. Pra, Allah më shkallaj, aj ma mëndësaj, të të mira për ti kena. Dhe, për qa? Apo ta në mitësi me Allahun? Jo, mërë. Për mi shërby popullit tim e vatanit tim. Po nuk i shërbeva, nuk i qëva manetin në vend, middes gjenemim që në Allahu dhe as dërtat pun nuk të ka. Allahu në arru. Jo. Pse nuk i qëva manetin e Zotin në vend? Pse? Nuk është njëjtë e që e din dhe e që nuk e din. Unë e di. Unë e di. Andaj që barazohana me dikan që nuk e din. E ai që din, dhe të mësu të në ata që nuk din. E me mësu ata që nuk din, a i ka në nuk të nganë. Po ka nërë dinë me ta këthi me të qërtu. Pse për mësan ti? Kush jeti që mësan? Dhe fillojnë sfitat. Fillojnë. E ranë. Kështu që rana me qenë hoqë, pa i që bëhet, Zotë e forcoft e ndihmoft, ama për që të thëmë dikujna shka bë në hoqë, Allah më salash për hoqëllarë, dhe shtu që ka, ama, pasha Zotin e randë, shumë e randë. Allahu në mundësoft këtë manet me që në vend, ja Rabbi, Amen. E me dalë para Zotë me fatë që të barë, minimumi, mës me pasë këndër me, diçka nëse s'kam pra. Allahumma amin. Allah ndroft. Hoqë ndrohemi kemi një telefonus në linje që ka pitë bukur gjatë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Na bone Allah që keni pritë gjatë në linje. Keni pyetje për hoqën? Halal, pa dyshim. Po, për mësë me zgotë shumë jam marrë kohën, baba jem ka vdek, Allah e më shirof. Allah në gjenet. Kur konë në spital, ka pas solmëtru, për 3 ditë ka dek, po motrem, kur konë me vizitu, i ka thonë o bo pëndoho, e vi ka thonë shka me thonë, o Allah falë, më shirëm, merë ma shpirtin, mu mi falë gjitha gjinat e kështu me ratë. Edhe fjallët e ti të fundit janë konë qëto, që kam su motrem mu pëndu, edhe ma ditën tjetër ka dek. A nën kupton që kjo që ka dek i pëndu, që i ka thonë ajo mi thonë, edhe pyetja dytë shumë shkurt, a ka diçka me thi si pas islamit që do të me bon njëri kur hinë shpetri? Kur hinë shpetri? Po, aleikum selam. Allah ndroft, selam alaikum. Në 2 pyetje të ndryshme. Allah i trujtë e motër, ty e motërën tane, dhe mashallah i koftë asë e motërës tane. Mashallah i koftë, i lumët. Për përseres 3 herë. Me shku më ja kujtu babës, në qasën e vdekës, o ba, pëndohë të Allah, dhe i falë më zëtë. Kjo e vladë halal është. Lëmë baba që kalon për masë. Kjo është e vladë halal, kjo qikë është e vladë halal. Aja, dhe kjo sigur që ashtu është njëjtë. Mashallah i koftë. Për thëmë të sepse këtë nuk e bëjë gjithë kush. Je kajnë, vajtojnë, për në të zbabë, që amë njëtë, amë referati bojnë aty. O marë i për desë, ty kërë kështë të vetë. Kështë për të vetë ty, a i për desë, a i shkaj. Po të në paqmen, më në më gjinë njerin që asët e fundit. Mësë paqmen, më ledhë men sa të ne dhe. Më ledhë men tani, ki kohë me menu.
do të robi, insani, mashkull femën, do të më gjinë, do të më ditë, do të më mësu, më vedjesu, më gjinë, në çdo rast. Me theks veçantë rastet vdekjes. Qa me thani motrës tjetër, shoqës sajna, ose qiftës sajna, thot atje, o tuta, bëzëmeta vetën, o më dëq, nana më dëq, o tuta. Qatë gali ke pas të qysh më tutë, qysh me pështu, tash me arë dikan që jem para gjenazës. Qërët, që i ka 30 vjetë, ka 30. O tuta. O tuta. Qëllova vetën, kur dhe gjyshja, tash me flajt natë, nësë për më i këta, që me bësaj, që me thasaj, pash një zetë që me thasaj. Që me thasaj, 30 vjetë në krya, 30 vjetë ja, 30 vjetë. Me ditë me vjetë, po këto, ja, ku i kimet? As pa të kur me vjeta me mësua, s'ke një korra, ku i rritë ja. A në hanë që me thonë, alhamdulillah që qëllova. Me harruti që po jetë vete po mërziti, harru me gjithë ju njërë gjendjo. Runa, zëtë, rrugës të hecë, ndohë në fatë kësi komplikacioni. Tash, a do të marti me atë që o trishtova, o tuta, apo të me ndihme njërit? Po të lutem. Lemër të tuta së tuta, jepe më ndihme një insanit, jepe ndihme njërit. Në shtatë më nëzote sebep, e pështon mëra insanin. E ka për që të mje ka nëse dhe më ndihme, në gjendju njërit, o në haltë madhaj. Tërë ma sa ne thua, zotë, jam qasë pravove, e se kumë prit, e qasë më bëjka vaki, e ti e thuj që ka dush. Po për momenti gjendjo. Edhe këto, po njëri për të vdes, gjendjo. Kjo motër është gjendur mënyrën më të mirë të mundshme. Për ata po e them edhe njëherë, lëm baba që ka lëm për mas. Insha Allah ta'ala motër, Allah ka pranu pendimin, sepse kjo me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, Allahu yaqbal tawbat al-abd ma lam yughargir. Allah e pranon pendimin e robit përderisa bën yughargir, kërham të vdekjes. Kërham të vdekjes, vështërsohet frimarja, la ilaha illallah, shpirti del pi poshtit, pe i kamve, e përpjet, betet kjo pjesë, e shpirtit. Dhe të fundit janë sytë. Sytë janë edhe mas frymës, mas frimarjes. I nalët frimarja, sytë hala e mbesin që. Edhe e mbesin hapën, sepse shikojnë shpirtin ka shkan lartë. Edhe ashtë mbesin, tap, shtangohen më dhe mpet. Pra tani është sënet, me ambyllë sytë të vdekur. La ilaha illallah. Pra, për deri sa, mës të vinë kërham të vdekjes, nëse pëndohet, pendimi tina është i pranuar me emrin e Allahut, kjo është garant për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah, që Zoti ja ka mundësu ati me pranu, sepse edhe kësajnë mja kujtu, që ka që këtë evlad halal, po edhe atë bab me pranu, sepse kërë njërin në spital, është smut, në veçantin së të mdekes, ka siklet, edhe të që më qafe, lemë rahat, ka dhimbje, ka siklet, ta në dreqi e rënet, në spitali shko dreqi, dhe në spitali shko dreqi, të kryti e rënë që të thëtë, që më ty në këtë në zartanën këta për thënë të pëndo, që më pëndo të bërri mirje, gjithë e ka një mirë, se thëtë për të me vete edhe pak se ki largë, pak nashta mës të mërë që shtë, ta në të ka me vete atje. E këti në Allah Azza wa Jalla ka të fillu, dhe e ka mundësu, dhe ka thonë, tysh më pëndu, qa me thonë. E ka pësu qika, e ka pranu, elhamdulillah, e ka shqiptu me goj, elhamdulillah i motë, në shalë zote kam shëru. E një të keja ka diçka... Fërë me këshpitejnë nuk ka diçka të saktuar, pos doatë për gjithshme, elhamdulillah që Allah Azza wa Jall në mundësaj me pësëdu, me ndërtu, me pas këtë shpi, pa takatin toni, sa anis ka takat, Allah ja qenë. Elhamdulillah, Zot që në mëtësove, e runajt të mira, shtëna ja Rabbel Alemin. Po të ndërëm, asem lejon, tek shpia re.
një prej disa traditave shqiptare, në shtëpi të re, për me hi është pak rrezik se është një frikë që mund me vdekë duke shtëpi antarëve. Dhe me dëgju me kamkane dugaxhinit, që ka ndodhë me morë një lopë ose një veç ose një delme, me shti mas parë me bujta një natë në shtëpi, pastaj të nesëm hi antarët e familjes. Kjo halet çtu po ata? Për momentin nuk e di, për para pak viteve po. Kjo dugaxhini si duket, se në dugaxhinu s'kam jetu, edhe se kam 200 vjetë, edhe që me shëtitë se me vizitu se edhe s'kam jetu në dugaxhin kam shku, kur e më shku mas luftës. Ne s'kam qenë para luftës, kalim the shumë pak, por se duket ana dugaxhinit kanë qenë ma shumë dhanën mas bestetnive. Dhe kjo është bestetni e paqët. Kjo është bestetni e paqët. S'ka të bëjë me realitetin kur që. Pastaj muslimanët nuk e kanë atë dert të tutna për desë, se kanë atë dert muslimanët. Jo se nuk i tutën dekës. Se dekës fund ja, i tutës e tutë e vjen, por e besojnë kaderën. Besojnë kaderën. Dekja nuk vjen për të ardhë e gjeli. E gjeli nuk ka të bëj me shtëpi vjetër e shtëpi të re. S'ka të bëj hiç. E gjeli ka të bëj me të harxhu, të kanë sos. Të ka harxhu, të kanë sos e rrezku. Rrezku. Çka fremarje, çka oksigjen që thithim ne, a rrezik? Nëse të hargjohet, qysha mërti, të hargjohet rrezik. Rrezik është edhe që kjo oksigjen që thithim ne. Atë sa ta ka caktua Allah oksigjen, ki me marrë në që më shkri. Po së në mërë ma shumë se sa të ka caktu, sepse të ka e ki caktuar dhe të hargjohet. Tani ku e mërë të oksigjen ti? Ku e mërë? S'ka më. S'ka, si buka. Dhe se ka fshat bukim i shti, i ketë caktuar. Për mërë të tu këte, sa njeriu jashtë në gojë, por nuk e qenë të pushtë. Hala gjalla, kjo ka sos. Që kjo rrezik i ka edhe thu, subhan, jë sas rrezik. Që të jë sas. Përdorëm në metodë tjetër me ushqim artificial. Vje koha edhe ushqimin artificial së të pranën trupi. Edhe kjo sas rrezik. Kjo sas jo hargju. Frymara i ka rënu, e ngjesën pompën oksigjenit. Ja letëm për një kohë. Dikur më edhe ata se merë. Dhe më është në qasët e fundit të rrugë. Andaj e gjeli është, diçka punë e kryer, s'ka të bëj me shtëpi vjetër e shtëpi të reje, s'ka të bëj, hiç s'ka të bëj. Kjo është bestetni, që atë ceketi, ne si musliman nuk kena diçka të tillë, pa tutna s'pa tutna, ne hina me bismillah në shtëpi, edhe bëjmë dua Zot, më sa në ta shfrytëzojmë për të mirë, e na bereqetën të, e rahati, e qetësi, e harmoni të antara familjes, e me shfrytëzu për të mirë, ja Rabbil Alamin, edhe me lëbu dua Zot, runa këto të mira që na i ka dhënë. Elhamdulillah për te që na dha, e na mundsove. Runa këto të mira, dhe shtana ja Rabbil Alamin. Indru më falë, para se shkojmë një pauzë të shkurtër, dhe një pyetje që është e ngjajshme me këtë tek bestetnit, për këto mi bindën për ndugaxhin që është e përhapur në shumë, në varrime, kur bëhet që mlojnë të vdekurin, mjetët e punës nuk japin dorë ku dojnë mundru ata që punojnë në street, po e gjujnë në tokë, pse me marr prej një këshill. Kjo është bestetni tjetër, dhe është një gjest që se ka hije muslimanit. Ne a do të më mësu senet, a më do të më shku të mësu gjanat, a të i harru gjanat. Të mësu. Andaj dhe të mësu këtu. Feja
përhapet të mësu njëri tjetrin, me mësim, me dije, me përhapjen e dijes. Prapë për ndërlidhe me të që thash merë, qa ka të bëj lëpata me kader, qa ka të bëj farshati me vdekje, qa ka të bëj. Qa ka të bëj? Madje kam dëgjuar diku, edhe më shumë sa kaq, apo ngjashëm me këtë, nëse shkon varrim, dhe pastaj shkon dikun në vizit, ju vjen mërzi, thënë, në prunë e dekjen. Qëre budallë të Zotit, budallakia s'kaj në kokën. Budallakia nuk ka definicion. E budallakia ka për qëllim këtu ignorancën, edhe mërzia. Jo budallakia gjeset, po në kuptim figurativ, ignoranca, padia, s'ka definicion, s'ka përkufizim. Dekën, onë s'ta qolla dekën. Te apëdi që për fletë. Sa në gjep të më dekë, onë me marë ku qëkaj, me hjekë si kimikin, me marë për gjepë me talon shpjetane. Apo është dekja çështje caktuar, për të madhët zëtë 40.000-50.000 vite para se me kërju tokën dhe qiejtë. Lista e vdekjes nuk është dorën tëmë, lista e vdekjes është dorën e melekul maut, milatës e vdekjes, e cila shikon për çdo ditë, listën e shikon, emrat, vendin, kohën, edhe bismillah, e vërnëzë shpirtin. Qa ka të bëj kjo, pse herë dhe ti, pe të pamët e na, ose pe vërrimit. Kështu që kjo, edhe e qëtëse këti, të mlu gjenazën, nuk të pshatën e verat e punës, lëpatën ku ta diju në ndorë, por e lëshën të për marë ti, pse, shkak vdekjes, kjo është bestit një, që ignorancë, gjahiljet, që nuk bën me bë muslimani. Nuk bën me bë muslimani. Lëpata është mjeti ngurt. Jep latë në dorë, thë urna në më në pak. A jep tjetërit në dorë mësët për në pak. Urna, ose këtë ama mu, se u lodhe. Tjetër tash, mep mu pak se u lodhe. Ta në petë cilët e marë në rënë lëpatën. Ini më njëni tjetër për me mlu lanë, sepse ja kena bërë një rytë me mlu. Dashëm lëne me grushtë nëse s'kena, dashëm lëne me lëpat, me mlu do të robin. Andaj do të mësu gjanat, do të mësu e mësimit i qelë sytë, mësimit të ndryqan zemrën, të këndel mendjen, të ben me punue vepra të shëndosha, të matora, të mira, vepra për të cilat kur nuk pëndohesh. Me dija i bën këtu. Dija të mësan, të dukan, të qelë si të këndel. Dhe të shtyn me vepru gjëra për të cilat kur nuk e mu pëndu. Dhe kundër të asaj, mëzdia, gjehli, padituria, të vërbën sytë, të vërbën mendje, të tërbëllën mendjen, të vërbën zemrën, të shtyn me bërve prime për të cilat mund të duken të mira, të qëlluara për kohën, për rase, për momentin, por më vonë kemi u pënduar gjithsesi për to që i ke ba. Që dallimi mes dijes edhe i dijes. Po. Allah ndëroft. Amen. Besoj që pajtohesh të shkojmë një pauzë shkurtër, të dashur miq, shkojmë një pauzë shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndryshuar. Selam aleikum të dashur miq, mirë se jemi kthyer sërish me emisionin Rruga e Ndryshuar, ku jemi me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emision Rruga e Ndryshuar, përveç që ndisni pranë ekranit të RTI-s, mund të ndisni dhe në Facebook, po ashtu edhe në YouTube personale të hoxhës doktor Shefqet Krasniqi. Mos harroni të na shkruani, të na kontaktoni, numri kontaktues 046 22 0022. Me njëherë, regjia na bojnë me dje që kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allah ndëroft që na keni telefonu, keni pyetje për hoxhën? Selamu alaikum për hoxhën edhe për juve nderuam. Aleikum Kam selam. dy pyetje. Pyetja parë është lidhje me zakatin edhe sadakan. A pranohet sadakaja nëse nuk e kryen zakatin edhe pse i plotëson kushtet për zakat? Edhe tjetra pyetje është, a pranohet
haxhi bedel për personin e vdekur i cili nuk ka bën namaz. Allah e shpëleft. Assalamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse ka vdek si musliman, i pranohet haxhi për te, pranohet sadakaja për te, pranohet doja e lutja për te, dhe kështu me radhë punët e mira që i bën për te. Nëse ka vdek si musliman. Ndërsa nëse anëpse ka vdek si gjunahçar. Për shembull, këtë se kjo rastin, një njeri cili nuk ka fal namaz. Por kemi raste ku dikush ka vrar njeri. Vrasësi, gjithsesi ka punë s'ka i shmerisht keq. Me Zot. I është kërcënuar Allahu shumë vrasht, ashpër. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Gjezaja tina o gjehenemi. Për gjithmonë kam nejtë të, është hidhruar Zotin të, e ka mallkuar Zoti atë, ka përgatitur për të dënim të rënd të madh. Krejt të kërcënime njëra pas tjetrës. Në gjehenem, për gjithmonë. Për gjithmonë ka thonë, e që bie gjatë. Është hidhruar Allah ndaj tij, e ka mallkuar Allah atë, ka përgatitur për të dënim të rënd. Por megjithatë, nëse ka vdek si musliman, ne kemi të drejtë të lutemi për te. Tjetër atje ka qeni pa moral shumë, tjetër atje ka konsumu alkoholin, tjetër atje tanë jetën ka jetu me kamat, me riba, tjetër atje tanë jetën ka luajtur bigjaz, dhe kështu me radhë mkate pas mkateve. Ama ka qenë besimtar. Zotin ka besu hak, ka bëne Ramazan, besimtar. Ai nuk e ka pohu që me gojtë vetë që është jo musliman. Për kundërzi e ka pohuar që është musliman. Dhe, elhamdulillah, gjithsesi, dhe kjo është një mbështetje e madhe për ne që ai ka vdek musliman. Në momentin që ne gjykojmë sytë tonë se filani ka vdek musliman, automatikisht kem drejt me lutë për te. Për ata njeriut i cili nuk falet, po nuk e mohon namazin. Pin alkohol, amma din që haram. Nuk thot kur halal rakia. Po thësëm kam bëjt ndorë kuko për mu. Ose. Në që ti personi, a do t'ja falë gjenazën? Pse? Sepse ka vdek. Musliman. Do t'mja pështil gjenazën, mja la gjenazën, me varros me rrezat muslimanë, po, sepse ka vdek musliman. Mirë. Pa edhe punë të tjera, pra, i bëjmë për te, sepse ka vdek musliman, ndërtu edhe haqin. Tamam? Kështu është mendimi e ehle sunetit. Kështu është mendimi e ehle sunetit dhe xhamatit. Kjo është akidja besimi e ehle sunetit. Që ka thani Imam Tahaviju në akidën e vetë, dhe ne nuk e nxjerrim për feje. Asë një njeri, për çfarë mëkati qoftë, përderisa ai nuk bën kufër apo shirk, apo nuk e bën halal mëkatin. Pra nuk e bojnë anë njeriu kafir, pa besimtar që pen alkohol. Por nëse ai e bën halal alkoholin, atëherë është pa besimtar. Dërsa nëse nuk e bën halal alkoholin,
nuk e bën halal zinan, nuk e bën halal kamatën, nuk e bën halal vjedhjen dhe harame tjera, por i bën, ama halal si bën. Nuk e len, thot nuk ka halal kjo punë, haramo. Haram pe di, haram pe pi. Haram pe di, haram pe ha. Qa po zëtë mu nuk e di. Pra nuk e qesi pe feje, nuk e nëzirën pe feje, kështu ati Imam Tahaviju. Asni njeri për çfarë do gjënaj qoftë, jashtë kufrit dhe shirkut, përderisa ma lem yastahil lahu, përderisa mos ta lejoj apo mos ta konsideroj të lejuar atë mëkat. Pra ata rreziku është kur dikush e pin alkoolin, e han komatën, bën ndonjë haram thotë s'ka çka të keqe. Këtu mbetet që një hap. Mos me gjas nuk pe din. Mos nuk i ka shkuar ende në mendjen e vet, në trunin e vet, dia e vërteta, haku, se o ti djallë, o ti filan. Mos më me bo haram, me bo halal haramin. Mos, se jena musliman. Mos e, unë po të më tërgaj që kjo është haram, dhe pasi po tërgaj une, ti do të më kuptu që haram, dhe më bi që është haram, edhe nëse nuk e len. Për ndryshë del për fjesë. Pyetja parë, tha a pranohet sadakaja nëse nuk jap zakatin. Ne nuk mund të themi që sadakaja nuk pranohet. Ke i bie, a bën me shkon numra për bohaçin. Po, gjithsesi bën me shku. Ama nëse më bën mend, 100 numre, e 1000 numre nuk ta kryin haxhin. Edhe të sadakaja. Ti me dhonë sadak muslimanve, inshallah Allah të shkruan sevap, sepse ka dhonë me njëtë sevapit, e ka dhonë pasurin e paqë, se ka dhonë pasurin e pest, se për të pestës nuk pranohet as zekati, as sadakaja. Të pestë fjala pasurin që ke fitu me haram, por pasurin halal. Ama kjo nuk të nxen vendin e zekatit, edhe dihet që nëse vdes, kjo nuk të mbron për zekatit. Nuk të mbron për zekatit. Apo të agjerimi atje. Ka njerëz të cilët agjerojnë në dhe të mëdha, i kanë quajtur ashtu. I kanë quajtur në të mëdha. Agjerojnë. Po Ramazan nuk e agjeron. Kërsen s'ka ba. I që s'ka bo sen. Qaj kry puna të net për bëllë Ramazanit. Asë si kry puna. Pra edhe sadakaja, ne nuk themi që nuk ka seva, por nuk ta, që me thonë, nuk e nëzën vendin e zekatit as kunti. Ja? Kështu që dohet me dhonë sadaka, zekatin me dhonë, por edhe sadakaja e pësa të dush. Allah e di me së miri. Ditë Allah shëvleft. Kemi telefonat në lidhje. Selamu alaikum. Aleikum salam. Jeni drejt për drejt, keni pyetje për hoxhën? Po, Nani. dashta me pyet hoxhën për një zinxhir e kompas, më ka kushtu 300 euro për me ndru të argjentare. Do isha me marrë diçka tjetër, mu dash kemi shtu edhe 40 euro. Edhe unë nuk i ku marrë ato 300 euro në dorë të am heq, po veç ja kum dhonë edhe 40. Edhe mas e kum bo këtë ndrrimin, e kum një hoxh që ka thonë, është sikur me marrë komat. Edhe këtë punë nuk e kum di që është haram. Doshta me vetë hoxhën, për a kum bo... Edhe njëherë. E ke dhonë zinxhirin tënë. Po. E kum dhonë zinxhirin tëmë, ka kushtu 300 euro në peshore. Edhe dëshon me marrë diçka tjetër, u dash kemi shtu edhe 40 euro. Kjo veç ka shtu dhe 40 euro. Apo kupton?
Do më thonë, e Alo? ke ndrua zinxhirin tënd me një zinxhir tjetër, me një dukat, plus e ke shtuar 40 euro. Po, edhe unë ato 300 euro nuk i ku marrë heq. Po veç a kum dhënë edhe 40. Edhe mas këti raste, Mos u e lutem kum veç nini... pak, lutem, Po të veç thotë, dëgjoj thotë, pyetjen e liçë hoxhës. Po, e ke ndrua. Po, S'pana vyn 300, s'pana vyn çka ke një. Po na vyn qartë. po, Je shku të argjentare, një zinxhir, e ke ndrru me një zinxhir tjetër. Pavarësisht sa grami ka pas, se ke mat, në gram, me zinxhirin tjetër. E ke mat a se ke mat? A veç më pare? jo, veç me pare, me E zinxhirin pare. që ke Ato ble- e mati, zinxhirin zinxhirin që ke tam e ble- mati. Zinxhirin që ke ble, e ka mat? Po, Që u ke dash ble? kemi shtu edhe 40 euro për zinxhirin që e bleva. Alo? E qartë. Po, faleminderit, Allah shpëlbeft, tash më ne këshillin për hoxha. Veç edhe një pytje. Po. Edhe tash unë masanina aniva një hoqë O, nuk e pyetje tha kjo. Shka pyetje, Jo, morë jo, vesh jo. ka. Nëse është Unë po lidhje, kuptoj. lutem, Veç nëse po du është me lidhje me të kë. pyet, a është për një me që është që kjo punë që Po tash hoxha jep a këshillën. ku bu lutem. gjëna? Tash hoxha jep këshillën. Okej, Selam aleikum. O, e gëzë. natën e mirë. A jemi të qartë në pyetjen hoxh? Pa të nuk ka nevoj tani më të pyet, mi aftan të kaq këm ba, edhe kaq. Shkurt, që ova me dhanë zinxhirin, me ndërru, me marrë një tjetër, edhe argjentari thot, kë zinxhiri jyti i ka vlerë 300 euro. Kë zinxhiri që ka mënë që përdojnë me marrë të i ka vlerë 340 euro, andaj du të me shtu të 40 euro, edhe me marrë këtë zinxhir. A është të drejtë kjo punë, a nuk është të drejtë. Tamam. Shëqa, tek çështja e ndërrimit të arit me ari. 95, 6, 7%, 8%, fatkeqësisht. Në 95 nuk bie. Të motrave tona, të grave tona, të bijave tona, të nanave tona, nuk din me ndërru që shariatikisht, nuk din me ndërru arin me arin. Nuk din. Nuk din. Ma dje mund qëllojnë e gratë të gjëllare, bia të gjëllare, mëtë të gjëllare, mund qëllojnë. Tash, asë kam mësuhë gjëllartë, a se karaj mesela ty në përdorë, heq, sëran mahabet me familje, tash, hoxha ka grune, motrën e qikën e motrës, e qikën e vlate, ka familjet, vetë të cilët, thënë kene hoxha në shpina. Apo? Po pra, përmeni femrat, motrat, sepse të zakonisht bëjnë ndërrimin e arit, argjentit, burat më pak. Pra, jam i bindun, Zotit din, që nuk bie në 95% të popullit tonë që të futë edhe argjentartë, që e kanë të paqartë mënyrën se si fetarisht duhet të bëhet ndërrimi i arit me ari. Dhe si rrjedhoj, automatikisht në kamat. Automatikisht në kamat. E futjen kamat është me bëne haram të madhë, pa pas zarë heqë. Se këta që shkojnë hinë kamat, në kredit marrë për banka, këta belethojnë keshën zarë. Jo që ka arsyja, ja, si e ty bën pas, e rren, apo mënojt me abo veti rafshadën, ma bot. Jetë me seli ti. Por më që thate, mënojt thëtë, o burë kënë zarë. Kjo qa, këtë vetë se dita. Për pak dije, futet në haram, zhytet kajtë. E tani, a justifikohet, a nuk justifikohet, nuk e di, pës ka vetë, pës ka ngu, pse s'ka ngu, pse s'ka vetë. është një pyetje cila
parashtrohet ceket në për libra, por jo në titull të madh, në për në tituj, në për qyshe dikond, se meseli vogël a më shumë e rëndësishme. A justifikohet njeriu në ditën e kiametit për mësdije. Për shembull, kjo motra ka shku më ndruarin edhe o hynë kamat. Thotë se kam ditë. A justifikohet nëse në qëtë veprim nuk e merr vesh hiç, tanë jetën, vdes me te, pa pendu të Zoti, a më është shënuar të Zotit. Kanë shënu me laqët që bërë një mëkat të madhë. A ja falë Zotin ditën e kemi, a ka arsye për mësdije. Kjo pyetje është shumë e rëndësishme. Po, ka. Fillimisht kjo është çështja e Zotit, dorë të Zotit. Sepse ai është i cili dënon dhe i fal njerëzit. Jo ne. Dhe askush as një krijes. Pra fillimisht dorë ti. Te bareke o taala. Së dyti, po ka. S'paku ne shpresojmë që të justifikohet e Zoti për mësdije. Për shembull, ulemat kanë cekur, kanë thënë, nëse një njeri në një shtet jo musliman, për atë zaman, në një shtet jo musliman, të zamë midis perandorisë bizantine. Perandoria bizantine, prej Irakut, Jordani krejt, një pjesë Arabi Saudite, e gjysë Afrikës, këton këtë Evropën, këton krejt të krishterë. Apo, tani kjo botë të madhe ndarë në perandorin, Bizantine dhe Romak. Ashtu? Por krejt jo musliman. Mirë, dhe një njeri për i kësaj bote të madhe, të kësaj perandorie të madhe të quaj kështu, edhe bëhet musliman. E din që Zotin jo, bëhet musliman. Por nuk e din që do të më falë. Dhe në zendeka pa namaz. A dënën Allah në ditë kiametit pse vdiq pa namaz? Kush me mësukte? Ka thonë ulemat, kës nuk e pat asnjë mundësi me ditë. Mirë, e njëjti. Vjen shteti në Islam, bën hijrat që përngullet. Ose vjen për tregti. Ose qënë dikush delegacion. Shteti tjetër. Kur vjen, ju tregon të tërë musliman jam. Dhe shëgjinën të falë. Tash, a do të me pytë kë, e qka ke. Ose mi thonë njerëzve, mësem na fejnë. Mësem na fejnë oj njerëz. Mësem na të regomni dhe tyrat, pika qkuta qa me ba. Që kjo tash, me bo më ardhë shtetë Islam, me marrë vesh namazin. A do të me bo kaza ato që kalon atërës dohet. A do të me vetë. Po nëse nuk vetë, a justifikohet. Dhe kështu me ra. Ma konkret, kështu nanët tona. Se kam fjallë nanën teme, nanën tane, po nanën, këtë nanët tonë, nanët tona në to. Tona që në vallaj nanët tona jenë. Të cilat në kanë bo neve. Në kanë rritë, në kanë eduku. Qysh kanë pas mundësi, me një sinceritet, me një përkushtim, maksimal që mund të bëj një grua. Dëvëqmëri, ahlak etik, marrë kanë pas, marifet, bujari, burni, gratë burni kanë pas. Dhe cilësi tjera të cilat sët burrat se kanë. Ja më qfarë. Ja më sët këtë katoni burë se gjonë. A për para,
Në çdo mahall ke gjithë ka një gru që ka 5-7 burra. S'pa them çdo shtëpi, po çdo mahall ka pas gra burrorore, apo çdo 2-3 shtëpi, gra burrorore, pasha zotë sa 7 burra të kanë bërë. Dhe me të nuk ka, andej këndej, është drejt, për ndryshe, ndash ta ka pushken, ndash shatin, ndash kosen, nuk ka parime. Ka parime bërërore, për ata i kanë thënë gra bërërore. Pa dosh me zasa ashtu të gjatë. Por janë që, pra, cilësit tëna cilësit e një besimtare je. Të deshta me dojnë, tëna cilësit e një gruaje të mirë që e kërkan në islami. E kërkan në islami një gru të mirë, e cila e kryon, e maran, e bën, e prodhon një familje të mirë, e familja pastaj e ndërton shoqëri. Për ta ndikimi nanës, pazit e sajnë është të pazavencushme. Nga se nanat ndërtojnë familje. E familje ndërtojnë shtet. Shteti s'mund ndërtohet në familjet brishta. Se bëhet shteti brisht. Andaj kthehet te nana krejt. Por që nuk kanë ditë më falë namaz të nanat tona. Ata kanë ditë që duhet më falë, po qysh më falë? Kush me mësu më falë? Dhe na kanë shku pa namaz. E qëre mërzitem, shumë mërzitem. Sa herë që kujtej ato nana, ndonjëherë për tyre që kam njoftur, kur bojnë Allah me dikend, me motrat e mija, ose me tafërmet e mija, me dikana për nanat të gjysh e stër gjysh këta dion. Ose, kur ta pyet dikoj diçka kështu, na dhimer ato, nanat tona gjysh, kam dek pa namaz, s'ka pas kushim sa. Andaj, a thuaj justifikohen të Zoti për mazdije, kjo ishte meselja. Kthehemi këtu. Që motër, për ty edhe për të në tjera të motra. Regull me 2-3 hapa. Hapi parë, kur që kesh me në rrua arin, e thunë që të ari matë manë peshoj, qëto, 40 gram ari. Sa grami pas ka që kë? 40 gram ari. Ama një ari tjetër, pokaq, 40 gram ari. E aj nuk tep. Sa i tep 40 gram, po thot jo, ari jam është i ri, ari të është i vjetër, i bojtën, dhe të të mështu pare ti. Kamat. Të shtini me hynë kamat. Për ata ari me ari, do 2 elemente. Për mi kamatës. Dorë në dorë, edhe pesha me qenë e njëjtë. 40 gramare, 40 gramare. 40 ari jam, unaza, vëth, zingjiri, unaza, dëkati, stëllit, 40 gram, 100 gram, edhe haj. Pa marë konsiderat, puna, ngjyra, madhësia, forma, i bajtën, i pa bajtën, s'mirën konsiderat. Ndaj shtu kamatës. Kështu që ti ke shtu pare, e hinë kamatë. Bjerës t'i këfarë. Jalla nuk të ndërë ka kështu, o kry, shkojmë hapën, shkojmë në mënyrën tjetër. Mënyra tjetër është, që të zingjirë tem, sa ma merë. Kur gjë mësuj të veshtu, po du me shitë sa ma merë. Të ta që ta ka të matë, i ka 10 gram, ose 20 gram, dhe ta marrë me 300-400 euro. Të më pazar të është. A ma merë për 500? Ta jepi. Jella 400, mirë 400 bire. E marraj, të jep 400 euro. I morë parët, ishti në gjep, ta shëtu, ama qëtari qëtu, ama qëta. I këqyran, i prevon, ta shëtu, sa që kë, a bën ma lirë, a bën kaq,
edhe e blen. Pra i bën 2 pazare, 2 kontrata, ndamas. Për ndryshe, hinë në kamot. Kështu që ari më ardhet me qenë në peshë njëjtë, edhe dorë në dorë. Po ashtu ari me pare. Ari me pare, dhe të me qenë dorë në dorë, por s'prish punë, njëna më shumë, njëna më pak. Tamam? Kështu që ti motër, ke hynë kamat, bjeri si këfarë të zoti, dhe mëse e këtë qështë mëse harrat dhe eri desë. Allah të rujtë. Po online tash a lejohet me ble ari? Po janë s'to mundësi. Po, se është dorë në dorë edhe ajo. Se ke dorë në dorë, këtë qështje që cekje ti këtë ka të bëjë dhe me diçka që ka kontrata duhet të bëhet në mezhlis. A konsiderohet mezhlis nëse një flasë me telefon, ose me email, ose tash me këtu farrijet të qenë këtu, shumëta, po. Po. Për ata sëtë, nëse për shamull sëtë, e blen arin, ta që blen arije, që shesin arije, se një të gjashtat me para, për shamull ta që bojnë ndërimet e parët, valutave, të nësë të marrin shesin. Për shamull kë, e blen atje një pjesë një para dikon, po e jep vetë, ata zame jep dollar, e merë euro. E jep euro, atje në përmjet online e blen dollarin. Kjo nëpse në fakt nuk është njëjtin mezhlis, por në mënyrë indirekte është drejt drejti, është mezhlis. Sepse po jep e merë. Sikur se kur blen në mall tjetër, ti në përmjet bankës e pagun, po automatikisht atje banka e qëtë atine që bo pagesa. E qëtë. Ti bën bankën tane, e pagun me të tërja të bankës, e pagun tash, një kërra, tesha, ku diju në pagun. Në momentin që pagun, ti atine i del atje, me i bankin, i del atine atje se o pagu, dhe e me në herë ta transferan. Ta njës mallin aj. Nëse është mall fizik, nëse mall fizik ta nisaj, sepse bone o kryje ki punë. Andaj konsiderohet në dorë dhe konsiderohet në njëjtin mezhlis. Po. Kemi edhe telefonat në fundit, edhe pse jemi në fund të emisionit, nga regjia edhe me shojnë pyetje, po nuk mundem me i lexu shumë se jemi në fund të emisionit. Në fund ta kem kalu, po s'ka dhe. Mirë, s'prish po. Sa do në gjatë. Po. Morim telefonatën e fundit. Alo, selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Do shta mja bo 2 pyetje hoxhës. Jam një non me 2 fëmijë jetima. Më ka ndru jetë burri që 2 vjetë, po tash unë kom jetu me vjehrin, babën e burrit edhe me një kunat 50 vjetë. Po tash vjehri ka ndru jetë që 3 javë. E kom haram që porri une me kunatin pa martu që ka 50 vjetë një shpi. Vjehri mu ma ka gjanë amanet, mus me dalë, mus me qitë fëmin për shpije, me ne kitë shpi, po bijat i kanë thonë ati që ti zbën me dalë për shpije. Edhe ty takon, normal, në fakt, dhe ju takon, po e kom une haram që porri me fëmin këtë shpi me kunat. Kunat është i martun? Ju, i ka 50 vjetë, së është i martun. Pyetje është të qartë? Po, shumë e qartë është. Pyetje e dytë është une pastroj në përshpia. Në përshpia që banojnë të hujtë. Po, ata përdorin në fakt alkohol e këtu thane që ndalume për islam. E une e kom haram për shamull që une ja vjeku për shamull që ato shishet e rakijave, birave, se ja pastroj banesave, se une normal që jam e social do të me punu pastroj në përshpia, e kom haram që i preku që ato sanet e ndalume në islam. A në Gërbet jeti a? Ju, jam në Kosovë. Në tamam, po. Dhe që jeton të jashtet në Prishtinë. E qartë. Okej, faleminderit. Hoxhë ndruam, i kemi kalu disa minuta. Po, s'ka dhe shkurt. Kjo dyta është të vogël, i motën ka zimet parën. Dyta është të vogël, thjesht është ka zimet parën. Sepse nuk ka në rregull fetarisht. Nuk është në rregull.
fetarisht. Nuk është në rregull as sipas zakonit ton, traditave shqiptare. Me nejt, konati i pamartun me konatën vejushk në një shtëpi. Nuk është në rregull. Nuk bën. Njani dhe të dalë për atyt. Nuk bën. Njani dëhet për dalë për asë shpije. Ja, më nuk bën. Tash. Ose me shitat shpije, mi ndo parët, ose me thonë mërë, përdore, o në përdojnë në bëzot të qare. Ose qoftë edhe minimu tjetëre që delë. Për shamë nëse delë vlau, i borët konatët, të nëse të projnë ka pak pare, me letu ka pak. Nëse ajo i ka është zajf, është pej. Social ko kanë. Po. Nëse ke mundësi, s'ke mundësi, ko që do të dalë për aty njën. Apo nuk bën. Nuk bën, është mashkull. Për ty është i huji. A nëpse është mi gjithmive. Lavë, burrit. Por, nga anë e fesë, për deri sa këtë drejtë më martohu me te, konsiderohet i huji. Dhe për deri sa konsiderohet i huji, nuk ke drejtë më vetëm me të në shpe. Dhe nuk është këto rani një natë, një ditë, një sahat. Por me vjetë, dhe në vdekja në ashta. Ka në regull kjo. Tash kush ka thonë atina, të tha konata, të zdi që ata e kanë thonë, pe gjehli, pe mëzdije, pe të se në banë, por gabime kanë ato. Le të një bëjnë ato vlaut, të bëjnë qarën vlaut ato. Të bëjnë qarën vlaut, ose të bëjnë qarën ty një pavet vetë, le të ty një bëjnë juve për qëra, të shënja tina. Nuk bën. Ruje dinin botër. S'ki që e bën as kanat të borët, as qarët halët, as kërkujna. Ta ka marrë Zotë i Vjerën, Allah pas më shiru, por nuk bën. A nëpse Vjerë, nuk e di tash, amo ka mire edhe i këtë qështje, me sa ka në gjallë, me thonë. Ndek shane, të del për shpisë. Nipat milen këto, ta babë nuk kanë. Mësë më nipat për shpisë për i zedë Zotit. Ose me thonë, jo, sa t'je më në rëni, kur desën e ju nipat e mi, me gjithë nanët dilni, këto rëndjalli. Për ndryshën nuk banë. Ja. Mund të ngëllë pak e randë, apo vetë, po që përgjigja që kjo është. Që të përgjigje nuk ka mën askush këtë dynja nuk ka. Dhe e që ta gjeva për ndryshe, dije që të mënume të bëjt qefin, por hakin nuk e ka thonë. Nuk bën, pasha Allah nuk bën. Nuk bën. Allah e bërë qarën, ja Rabbi. Amin. Te pyetja dytë? Thash kjo është e lehtë, ka zemet parën, hiqë mëse lehtë. Hoxha Allah ndëroft, Allah shpëleft. Faleminderit. Faleminderit për këshillat, për përgjigjet. Të dashur miq, duke falendëruar dhe duke lutur Allahun xhallal shanehu të ju shpëlbej juve, natyrisht dhe hoxhën e nderuar profesor doktor Shefet Krasniqi, që po kemi gjithmonë me emision Rruga e Ndriçuar për këshilla, për përgjigjet për ne, po ashtu faleminderit që po na shkruani, po na kontaktoni dhe mos harroni të shkruani dhe të kontaktoni numrin 046 2200 22. Deri në emisionin e radhës, ju përshëndesim, selam aleikum.